Shikues të nderuar mi mbrëma. Jemi sërish në emisionin Debatus Logu të Radio Televizionit Tema për të debatuar sonte për migrimet apo për egzodin e kohë lirie, një dukuri cila ka godit javët e fundit jo vetëm qytetin ton, por mbase me thekse të veçanta qytetin dhe disa fshatrat e komunës son. Për të debatuar për shumë nga shkaqet, pasojat, si dhe masat për parandalimin e kësaj dukurie, sa të dhëmshme aqe dhe intriguese për një shoqëri në zhvillim çfarë jemi ne. Bashkë me ne sonte janë nënkryetari i komunës zoti Xhavi Zariqi, pastaj është Ibrahim Rexhepi, drejtori i qendrës për ulëmtime dhe strategji ekonomike, si edhe gazetari më i njohur Frezajas Ibrahim Rexhepi, është sociologe e re Rodina Xhokli, si edhe Nazim Halitin nga organizata jo qeveritare Fitch. Unë ju dëshiroj mirëseardhje, ju falenderoj për gatishmërinë që të ndajmë së bashku shumë opinione të cilat janë prekupimi qytetarëve tonë. Nisemi në rand parë nga një mendim pak të them kushtimisht më zyrtar, për arsye se me shumë nga brangat dhe reagimet qytetare që kanë ardhur pas kësaj vale migrimesh, janë hedhur akuza edhe ndaj institucioneve qoftë komunale, qoftë ato qendrore, për mungesë të strategjive të zhvillimit ekonomik, po pse jo edhe për vetë reagimin e tyre me vonesë për këto migrime. Zoti Zariqi, sa janë shqetësuese për ju, për Kuvendin Komunal, lajmet e fundit që vinë se të rinjtë tanë për mësyn Evropës? Përshëndetje, më vjen mirë që më në fund është ftu një takim i tillë për diskutu për një çështje jashtëzakonisht të dhëmshme dhe shumë preokupuese për të gjithë ne, po që me preokupim duhet ta marrin institucionet shtetërore, normale dhe ato qendrore dhe lokale. Nuk mund pajtohem me një fakt që u tha se institucionet komunale kanë reaguar me vonesë, kjo nuk qëndron. Ne si komunë kemi pas takime të rregullta me policinë e Kosovës. Bile për këtë çështje kemi pas takime edhe me përfaqësues të ambasadës hungareze. Duke kanë qenë publike. Duke kërkuar nga ata që të mos lejohet një qarkullim i tillë çfarë është ka lejohet nga zyrtarët komunal kanë pas apo pushteti qendror? Kryetari i komunës me nën kryetarin e komunës së Ferizajt me përfaqësues të ambasadës hungareze që janë në Kosovë. Kur kanë gjatë ky takim? Kjo ka ngjatur para 2 muaje. Është fjala për lajmet e para që një pjesë e edhe kjo ka qenë shqetësim për lëvizjet të komunitetit Ashkali që kishte filluar nga fshati Dobrav dhe kemi kërkuar që mos lejohet një lëvizje e tillë e lirë pa asnjë pengesë dhe të mos shfrytëzohet pretekst presioni, keqpërdorimet ose keqtrajtimet e komunitetit që ata janë thirrë. Si ngjaw pra të kemi efektet e kundërta. Në vend që po pikërisht këtu desha dalë se kjo lëvizje ose kjo ikje e qytetarëve të Kosovës, se nuk janë vetëm të komunës së Ferizajt, nuk ka filluar këto 2-3 ditë që është alarmuar opinioni përmes mediave të ndryshme, po ka kohë që ka filluar. Bile brenga ime ka qenë edhe e kom shpreh edhe publikisht se shumë qytetarë të Kosovës, qytetarë shqiptar, janë ka ndrojnë identitetin duke u shkruar Ashkalin për të përfituar sa më lehtë në Shtetet e Bashkimit Evropian si pakicë dhe si minoritet që nuk trajtohet mirë ose kërcënohet ose dhe kjo ka ndodhur, është ka ndodhur. Mirë, morën ndonjë premtim për zyrtarëve të ambasadës hungareze? Krejt ajo që është thonë aty se ne kemi marrë informacione edhe nga burime të tjera dhe komuniteti Ashkali nuk është i keq trajtuar dhe i kërcënuar për të jetuar në Ferizaj. Domthonë na është konfirmuar se kjo që i kemi thonë ne, domthonë qëndron dhe nuk qëndron ajo për shkak deklarojnë ata. Ndë kaq për rritjen e masave të qeverisë hungareze? Për rritjen e masave të qeverisë nuk na kanë thonë diçka konkrete. Policia e Kosovës ka qenë prezent, domthonë disa oficerë që merren konkretisht me çështjen e migrimit. Edhe ata janë zotuar se do të ndërmarrin hapa për parandalimin e kësaj dukurie. Mirë, po fatkeqësisht kjo nuk është parandaluar, po është rrit dhe ka marrë përmos e jashtëzakonisht shqetësuese. Po brenda komunës keni pa ndonjë të nevojshme ndonjë takim, ndonjë angazhim qoftë me kryetar fshatrash, qoftë me... Siç ne kemi pas takime me kryetar fshatrash, shqetësim deri para, domethënë takimi i fundit ka qenë para 10 dite, nuk ka pas nga komuniteti shqiptar, pas nga Dobrava.
Dhe është shumë e vërtetë që nga Dobrava numër i konsiderueshëm kanë lëviz. Ditëve të fundit është një lëvizje më masive, po kjo nuk do të thotë se ka filluar tani dhe nuk do të thotë se është kriju tani. Kjo është një mllaf i grumbulluar me vite dhe një klimë ose një ambient për një jetë jo të sigurt ekonomike. Numri i madh i qytetarëve, dhe unë ndoshta do t'i kisha arsyetu disa familje që vërtet janë keq ekonomikisht në kuptimin ekstrem. Po unë kam dhona dhe një persona që kanë qenë punë, kanë pas një të ardhur që kanë ikë. Dhe kjo është vullnet i tyre për të kërkuar një jetë më të mirë. Dhe unë nuk mund të pajtohem me veprimet e fundit të policisë Kosovës duke i ndaluar dhe duke i kthyr me dhunë nga kufiri i Serbisë. Sepse në tjetër opinioni ka shprehë shqetësime pse s'ka reaguar më herët policia. Absolutisht, duhet të reagohet në mënyrën më të mirë të mundshme demokratike duke i krijuar jetë normale dhe kushte për jetë normale, sepse është e padrejtë të ndërpritet liria e lëvizjes çdo kujt. Absolutisht është e drejtë kushtetuese, ligjore edhe ndërkombëtare liria e lëvizjes. Dhe për këtë çështje vetëm edhe këtë. Fajtor kryesor janë institucionet e Republikës Kosovës, po edhe ato ndërkombëtare, respektivisht Bashkia Ndërkombëtare BE-ja, që ja ka pamundsuar lëvizjen qytetarëve, të vetmit qytetarët janë të Republikës Kosovës që nuk e kanë mundësinë e lëvizjes lirë në Schengen. Sikur ta kishin, sigurisht që kjo nuk do të ndodhte sepse do ta dinin realitetin se ku do të shkojnë dhe si do të pritën. Shkojnë rrin 2 muaj, 1 muaj dhe shohin si është dhe sigurisht do të theshin dhe merreshin më seriozisht me punën dhe angazhimin në vendlindje jo atje. Mirë, ta marrëm një aspekt kjo ka ndodhur sigurisht për shumë arsye dhe arsyet kryesore janë pa perspektiva këto dhe fatkeqësisht për mendimin tim humbja e shpresës për jetën në Kosovë. Dhe kjo është më e keqja që mund të ndodhë një populli e që realisht shqiptarëve ose rinisë kosovare në Kosovë është ka ndodhur. E kush e mbyti shpresën? Shpresën e mbyti në radhë parë politika. Mos zhvillimi ekonomik, mos përkujdesja sociale dhe normal që çdo i dyti i ri që takohet mes vete ose në shoqëri 2-3 preokupim kryesor e kanë ikën dhe kjo nuk mund ndalet duke i kthyer kufi. Po duke bisedu, bashkë bisedu dhe duke i kriju kushte. Mirë, të mbesim ende të shkaqet, të mbesim të ajo që quhet embrioni i fillimit të një mendimi. Zotë Regjepi, ju jeni marrë shumë analiza dhe një farë forme keni shumë të dhëna për zhvillimin ekonomik. Ky migrim i Ferizajase vije në kohën kur të gjitha vlerësimet kanë qenë drejt asaj që Ferizaj së paku në këtë dekadë, për në këto 15 vjet e fundit ka qenë qendra më e zhvilluar pothuaj në Kosovë, spaku për ka shkalla e punësimit, duke nisur nga disa parametra, fatlum që kin pas duke nisur nga Bonstilli, pastaj shkurja në Afganistan, në Irak, për nga ky bumerang, kjo kthese papritur shpërnguljes? Me motive ekonomike, siç spaku po arsyeton. Problemi që ndon te atë që tha dhe zoti Zariçi, ka humbur shpresën me jetu në Kosovë. Janë 15 vjet pas luftës dhe nuk ka një ndryshim esencial në këtë vend. Që po më nërë të aspektet e punësimet apo të aspekti i ngritjes standardit. Edhe një rritje ekonomike që e kim është bukur diskutabile. Kush po e shfryzon këtë rritje ekonomike dhe nuk mund të thuhet që është rritje ekonomike e qëndrueshme. Do ne kemi një shtrirje, një barazi sociale. Nuk ka barazi, kur ndoshta një 10% e shfryzon këtë rritje ekonomike. Prandaj njerëzit nuk kanë atë siguri edhe nuk shohin perspektiven e punësimit. Pse nuk shohin? Për shkak se edhe rritja ekonomike kryesisht ka ndodhur për shkak të investimeve apo për shkak të shpenzimit të paras publike, që nuk ka gjeneruar vende të reja të punës. Por nga ana tjetër është edhe një Kosovë, një ambient shumë i rënd për biznes, një pasiguri, një nivel i lartë i korrupsionit, neglizhencë e gjykatave, mos respektimi i ligjit, mos respektimi i kontratave, prandaj edhe është problem të investorët.
Mos flasim për investimet e huaja apo kapitalin e jashtëm, i cili gjithmonë është një kapital shtesë për zhvillim ekonomik, i cili prej vitit vit është në ramje të vazhdueshme. Ka disa të rëna, zotë Regjepi, që nuk po shpërngulin vetëm ata që në buzë të ekzistencës. Ka të rëna, tash nuk i kem shënimet e plota, po ka të rëna se ka dhe raste kur edhe njerëz të punësuar po i braktisin vendin. A është kjo një shqetësim i dyfisht? Po normalisht që është shqetësim i dyfisht, por mos harrojmë se është edhe pasiguria e kontratës. Se dhe është një vend pune, nesër nuk është. Na kemi për fatë mirë, spaku sa shpejtohet dhe statistika shpejt, pas që Ferizaj nuk qëndron në atë sa i përket numrit të ndërmarrjeve të mbyllura. Mirë po, qëndron kesh jo vetëm Ferizaj, por edhe në Kosova, te numri i ndërmarrjeve të hapura të cilat nuk zhvillohen, të cilat kanë e regjistrohen me një të punësuar dhe nuk ka vende tjera. Dhe tjetra, hyrjet në tregun e punës janë shumë të mëdha, po sa që gjenerata e re. Gjenerata e cila tash duhet të krijoj, tash duhet të mendoj për perspektivën edhe ta ndërtoj perspektivën. E si ta ndërtoj perspektivën kur vendi punës është bukur, të kisha thonë fat i madh kur punësohet dikush, apo kur e ka një kontratë stabile dhe joshse. Dhe problemi tjetër është humbja e besimit të leadershipi kosovar. Këtu deshte me thonë se ka një revolt edhe një averzion, kishe me thonë, një kundërshtim një skajshëm, posaçërisht për shkak politizimit të shoqërisë. Konsiderohet se ndoshta të rritjen në shtresa më e ndihshme, e cila nuk e pranon të shprehë në kushtimisht një përcaktim partijak. Ndërkaq, çdo herë më tepër po krijohet bindje që nuk mund të punësohesh nëse nuk je pjesë e një partie politike. Mund ta shikojmë nga ky këndvështrim. Ka qenë një studim i mahershëm i UNDP-s, cilat janë kriteret e punësimit. Kvalifikimi shkollor ka qenë diku në vendin e 5 ose 6. Përcaktimi, partijaka, forësia partijake, nepotizmi, gjithat kanë qenë para kvalifikimit profesional. Mirë po, është një problem tjetër. Unë e kuptoj gjeneratën e re, të pakënaqur, bukur të mlefosur me zhvillimit e përgjithshme. Mirë po, gjenerata e re, unë po kam dëshirë që tjetë shumë ma radikale, jo në kuptimin e veprimeve vandale, po tjetë ma radikale në kërkesa, në qëndrimi edhe tjetë shumë ma largpamse se sa leadershipi i cili i shef vetëm si ta ruaj postin apo si ta siguroj një mandat. Mirë, zotë Regjepi, para se të prekëm disa elemente të sigurisë, qoftë sigurisë ekonomike apo edhe të aspekteve tjera të sigurisë të udhëtimeve të strehimit, por më intereson nga aspekti sociologjik, pasi këtu i kemi edhe Rodina Gjoklin, sociologi të re. Rodina, dëgjuam se kemi të bëjmë me një zhgënjim, me një humbje shpresë. Në anën tjetër jetojmë në një epokë pak a shumë globale. Si e shikon nga syri një sociologe njërin edhe tjetrën? Mos është më tepër një snobizëm që të ritan duan të bëhen më shpejt evropian, apo në sens është vërtet një zhgënjim nga i cili nuk kanë rrugdalje? Unë mendoj që nuk është as pak një snobizëm, edhe mas pakti është snobizëm gjendja e fundit. Dalja jashtë është, si që thanë edhe parafolësit, është një humbje shpresës, do me thonë s'ka shpresë. Edhe pikërisht gjendja e rënë ekonomike, që është si pasojë e gjendjes kaotike politike, është ajo që e ka shujt shpirtin revolucionar të rinisë tonë. Rinia ma nuk ka dëshirë ose nuk ka motiv për me punu, për me studiu, edhe për me i dhonë vene. Do me thonë ajo motoja që më spët se qka ka dhonë atë dheu ose shteti për ty, po ti dush me i dhonë atë dheut, kove të fundit në Kosovë nuk ekziston. Edhe shkak është gjendja e rënë ekonomike, do me thonë. Po shikojnë nga kjo aspekt, ju posat ende jeni shumë të lidhur me botën e trive, dhe me botën studentore. Çfarë mbretëron tek ata? A mundesh me na përcjell do një refleksion? Me çka preokupohen ata? Preokupimi vetëm është me i kry studimet bachelor edhe me mujt me dalë me kry një master jashtë.
ose ata që nuk kanë preokupim për me kry studimet këshyrin me gjetë dikën jashtë në vendet evropiane, se aty e shohin perspektivën e vetme për me pas një jetë më të qëndrueshme financiare dhe ndoshta akademike. A mund të themi këtu se devalvimi i vlerave të universiteteve tona private, pastaj humbja e besueshmërisë në universitetet tonë publike, kanë ndikuar këto faktorë që... Edhe kjo ndikon shumë, po menoj që shkaku i vetëm është gjendja e rënë ekonomike dhe to e po që çdo ditë nuk po ka as zhvillim, as perspektivë, as shpresë, do me thonë edhe krejt që to. Në sociologji një teoria e faktorëve shtetëse dhe faktorëve tërheqës të migrimëve. Në rastin tonë janë ata faktorët shtetës, është që me thonë gjendja ekonomike, sociale, politike. E të njëjtën kohë cilët bashkëveprojnë me faktorët tërheqës, do me thonë që në Gjermani ose në Francë është rroga shumë e madhe, është kontrata më e qëndrueshme, si që tha edhe kolegu, po krejt që to, do me thonë, po e shtynë, sidomos këto migrimet e fundme masive ose egzot. Mirë, Rudina, faleminderit. Ta shohim pak nga aspekti, zotë Aliti, ju jeni nga një organizatë e cila merret me shumë aspekte të sigurisë. Ndoshta kjo fush nuk dihet sa bie drejt për drejt në fush veprimin tuaj, po në anën tjetër edhe si ish gazetar, por edhe ki pas një rast të një udhëtimi dhe të një vizite drejt për drejt në disa të quaj kushtimisht një kampet e strehimit të emigracionit në Francë dhe në Zvicër, sa e dionim. Çfarë mund të na thuash, si është kjo ndjenjë kaq e guximshme drejt një pasigurie? Po, nëse duhet me bërë lojë fjalësh, me në fakt shpresa nuk ka humbur, po shpresa është vrarë. Në këtë vend, të 15 vjetë. Dyta... Po konsiderojnë një formë më e vrashtë. Po, pikërisht, po du ta reflektoj, ta ilustroj këto në mënyrë më tashpër. E dyta, rrallë herë dëgjojmë qëndrime sikur nën kryetarit Zariqi që vete pranon që politika dhe qeverisja e keqe është fajtori kryesor dhe është kryefjale e gjithë i shkaktarit. Do të thënë, kjo mund bëhet nga modestia në rastin konkret për nën kryetarit dhe nga sinqeriteti qytetar njerëzor, po unë po du me polemizu, po me reflektu në ato se deri ku kam rri pa përgjithësia politike. Pas 6 muajve të këtij tashtu quajturit ngërçit politik, tani për shembull i kemi 2 parti politike që po takohen çdo ditë me harmonizu programin e tyre. Çka po duhet të them? Është një shpërthim emocional mendoni? Jo, du të them kështu. Njëna ka premtuar 200.000 vende pune dhe tjetra 120.000. Dhe besoni që me 8 dhjetor apo në çfarëdo date tjetër nuk kemi me pa programin qeverisës se sa vende pune në mënyrë të saktë mund të hapen në këtë periudhë. Mbas edhe parti tjera i kanë pas këto shifra. Pra, këtu nuk kemi çka diskutojmë për pas të shprehim, domethënë mlefin ekstrem se për këtë vend, për këtë qeverisi nuk ja vlen as me ju dhënë rekomandime, as me ju dhënë këshilla, e as me debatu ndoshta pse ata kanë dështuar me bëni gjë të tillë. Po mbas kësaj ne s'mund të themi se ky vend i takon vetëm politikajve. Pikërisht po du të them ato, po kjo i bën që qytetarët në mënyrë të plotë kanë marrë, si më thon, fatin e tyre në dorë, sepse na e dim, kemi secili ka meç edhe të afërm, ka njerëz që në vitin 99-2000 njerëz që kanë braktisë shtetësinë në një vend evropian ose i kanë lënë ato letrat e famshme që janë quajtur për me ardhur me u kthy në Kosovë. Dhe tani kemi një kthim mbrapa mas 15 vitesh. Në anën tjetër para 2 javësh ju e patën në studio një nga djemë të ri që ka studiu, ka magjistru në Amerikë dhe është kthy me gjithë ofertat që i ka pas mund ndal, është kthy në përpjekjet se du të me i kontribu vendit edhe se mundet me gjetë një vend tjetër. Edhe që 5 muaj është i papunë. Pikërisht. Në aspektin e sigurisë nuk ka çka thuhet shumë përpas 2 elementeve. Para është e siguria njerëzore, që gjatë këtij rrugtimi ilegal, domethënë mund të ketë pasoja të ndryshme. Ju e dini atë rastin e lumit Tisa në Hungari dhe ato 14 viktimat për cilat ka qenë një proces i gjatë gjyqësor i këtyre njerëzve që merren me trafikim të njerëzve. Dhe e dyta është vetë siguria njerëzore shëndetësore gjatë kalumit kësaj rrugë, sepse me sa unë dëgjova prej të afërmve, kjo rrugë nuk është krejt me autobus edhe me mjete tjera transportuese, po duhet me kalu lumej, liçeje male, sidomos në këtë pjesën Serbi, Hungari dhe Hungari në vende tjera deri në arritje. Ka rrëfime që flasin edhe për kalimin e këmbë të lumit Tisa, po. Po. Që shkaqet e rreziku domoni janë shumë, po. Sigurisht, po. Këto janë 2 elementet e sigurisë që mundi me i përmend, po natyrisht që prapo kthehemi në ato se 15 vite
nuk janë shumë ndoshta për një vend me kalu një tranzicion të dyfisht edhe nga lufta në liri, po edhe nga një sistem tjetër i rregullimit shtetëror në një sistem të tregut hapur, po natyrisht 15 vjet janë çereku i jetës së secilit. Zotë Zariqi ngriti edhe çështjen e vonesës së liberalizimit të vizave. A shihni ju në këtë drejtim një... Unë nuk e shoh as pak problem edhe as që më intereson me pasi prioritet liberalizimin e vizave. Jo, është si një ndërshkaqe, po mendoj. Jo. Du të them dy elemente të kjo se shumë po flitet. Edhe më ka iritu shumë deklarata e ministrit të integrimeve, Kasapulli, që tha, i lust njerëzit presin edhe pak na japin kohë, tha se presim liberalizimin e shpejt. USB-ja ka sqaruar shumë herë që as liberalizimi i vizat nuk krijon shpresë për punësim në BE. Ne që e kemi standardin e mirë jetësor dhe që punojmë, nuk guxojmë i thonë njerëzve që kanë probleme me bukën, mos na e prishni luksin se s'mundemi me dalë me udhëtu pa vizë. Apo imazhin e vendit. E dyta, procesi liberalizimit vizave për Kosovën është i rëndësishëm veç me e konfirmu njërin nga hapat se Kosova mund shkoj drejt procesit integrues që pas një dekade më shumë të bëhet antare BE-s. Po, nuk është prioritet për njerëzit e Kosovës liberalizimi apo qarkullimi i lirë pa viza në Schengen. Pse? Ata njerë që sot po e marrin rrugën në përmale e Lumej, hajde po e zomë se do ta kishin marrë rrugën pak zmaqet, të hyp në aeroplan, edhe të shku drejt për drejt me 200-300 euro në cilin do nga venet e BE-s. Ata prap do të shkojnë me të njëjtin synim. Me të njëjtin synim që ta gjejnë një vend, të aplikojnë për azil me ato arsyet e tyre të famshme, ose të provojnë të punojnë në forma ndryshme, do me thonë pa dokumentacion dhe pa leje pune. Nuk është se njerëzit nuk po e dinë çka po i pret atje. Unë e thash edhe një ditë më herët, këta njerëz që po i shohim të ikë dhe që kanë ikë vazhdimisht, nuk janë të shku për ëndrrën evropiane, për jetën e mirë sikur që e shohim në filma. Problemi është te kërkimi i mbijetesës, te kërkimi i derës së fundit për mbijetesë. Është sikur ai udhëtari i viteve të 50-ta që jemi mësuar me quajtat atë zemërgjërsinë shqiptare të Konakut. Ai udhëtari që ecën rrugës gjatë edhe dikun e zenota do të me trokit nder, njëra nga dyert e një fshati. Domethënë, nuk është se njerëzit po shkojnë për ëndrrën evropiane, për një jetë më të mirë. Mund të ketë edhe persona që kanë qenë të punësuar dhe kanë shkuar. Edhe unë kam të afër, është e vërtetë. Po edhe nënën tjetër. Është një pjesë çka po ju ofron që në farë forme kanë jetuar disa vite atje. Unë kam pas disa intervista kur flitet se kanë ikur disa familja, apo disa familjarë cilët një kohë kanë jetuar, qoftë si tri, domthonë kanë ardhur si adoleshentë në Kosovë, domthonë kanë jetuar në vitet 90-ta në vendet e BE-s, kryesisht në Gjermani dhe në Zvicër, kurse tash me arritjen e moshës së pjekur po kthehen pikërisht atje. Por më lejoni ta them edhe një element para se të kalojmë pyetje të tjera. Ndoshta unë i shoh dy ndarje të vogla te kjo puna e kategorive të migrimit. Nuk ka marrë rëndësishme, ma prekse se me i pa fëmijë të qajt bashkë me familjarë të pështjellën edhe të hyp në autobus. E dyta, tek trit, prapë është një gjë më pak e dhëmshme. Shkojnë vetë, nuk kanë obligime familjare dhe provojnë me sfidu dieninë e tyne, gjeturinë e tyne, edhe mundësit më të mëdha i kanë për integrim në kuptimin e asaj që ne i njohim martesa me letra apo martesa të natyrshme, apo edhe përmes punës sezonale, përmes studimeve shtesë, domethënë studimeve master mund të marrin punë me gjysmërorje forma tjera, ose s'paku tentativa për një jetë më të mirë. Sepse Kosova ashtu nuk lëviz, ata nuk humbin asgjë. Ata e kanë neshë dhe po provojnë pa mësu nështë ta muqu me përmisu notën, si e puna ti nxënësit dam shkollë. Edhe nuk hub kur gjë kur e ki neshë muqu me bo dësh. Qoftë edhe tu mos mësu. Ndërsa të pjesa e familjarëve, kjo është totalisht barë e neve, e shoqërisë tonë, krejt aty në politikë bërësve që nuk kanë arrit asnjëherë me tregu një horizont, sado minimal, me këto kapacitetet Kosovës. Kjo është një dimension më i dhëmshëm i kësaj valës së migrimit, po? Çështja, problemi sado që tjetë aktu, tragjik, i dhëmshëm, na nuk guxojmë të çasemi me emocione dhe me moralizëm. Duhet me gjitha të format tjera që trajtohet problemi, veçanërisht se tek e fundit mënyra si po udhtojnë, udhëtimi për në pasiguri, ajo është edhe më veçanërisht se lëvizje eksode në kuptimin në kërkimit në jetë më të mirë, në zhvillimin më të mirë gjithmonë ndodhe, nuk po plasim vetëm për Kosovën. Në Amerikë për $100 lëviz me 1000 kilometra
në vend pune apo në kërkim të kushteve tjera të jetesës. Dhe tjetra, njerëzit kanë humbi jetën në këto udhëtime. Se atë që dha zoti Zariçi këto, megjithatë unë do të thoja, më mirë do të ishte sikurse këtë mënyrë legale të shkojnë kthehen lëvizjen se nuk liberalizimi i vizave nuk u reflektu me një ikje masovike qoftë në Shqipëri, qoftë në Bullgarinë, Maqedoni apo ku do të shkuar, njerëzit e parë do kthyn. Dhe janë edhe aspekte tjera pozitive. Mos harrojmë se 600 milion euro vinë për çdo vit në Kosovë prej aty njerëzve që dikur kanë ikë në jetën një qysh po ikin tash. Nëse ai 600 milion është 600 milion i cili mban nivelin e varfërisë, financon ekzistencën, financohet ekzistenca e njerëzve. Dhe tjetra, nëse ju ka rënë dorë një libër i bashkëvendasit tonë, një Recep Rifatit për shqiptarët zvizër, njerëzit kanë punu, kanë vepru, kanë arrit qoftë në nivele akademike apo në biznes. Dhe është edhe diçka tjetër që në Kosovë ka edhe njerëz guximshëm, ka edhe biznesmen të cilët përkundër gjitha vështirësive edhe pasigurive që ka mjeti, këtu investojnë edhe tentojnë të zhvillohen, jo vetëm në tregti. Sigurisht ka edhe raste të tilla në Farizaj. Pa marrë parasysh që edhe investimi posaçërisht në prodhim e ka rrezikun shumë të lartë, mirë po njerëzit po gjenë motiv. Absolutisht, domethënë format e ikjes janë momentalisht ato që i shqetësojnë qytetarët. Çka do ishte të shtosh? Derisa të lidhem shkurtimisht rreth liberalizimit se sa ka ndikuar ose s'ka ndikuar. Unë mendoj që sikur të ishte liberalizimi i vizave, lëvizja e lirë, shumë qytetarë të Kosovës bazuar në realitetin që kanë shumë lidhshmëri me shumë familje që jetojnë në shtetet e BE-s, do të thonin lirë, do të punonin 1 muj, 2 muj, do të ktheheshin në Kosovë dhe do të bënin jetë normale në Kosovë, nuk do të pretendonin për shpërngulje me rreziqe për jetën, sikur që ka vepruar sot. Se kjo lëvizje është lëvizje e rrezikshme, sikur që ka ndodhur para sa vite në lumen Tisa. Dhe mund ndodhë edhe sot, sepse kjo s'ka asnjë farë lloj sigurie. Prandaj pjesë e përgjegjësisë edhe normal që jem vetë ne përgjithësisht shqiptarët në Kosovë, numër një institucionet, pastaj edhe gjithë ne kemi nga një përgjithësi, dikush më të madh, dikush më të vogël, por nuk janë pa faj edhe pa përgjithësi edhe bashkia ndërkombëtare, sepse vetmja Kosova me 1.700.000 banor ka mete izolume që sa vite. Me zotë Zariçi, dhe nuk kanë treguar rrezik. A keni të vëna qoftë në raport me shkëmbimin e informacioneve me policinë apo me organet tjera? A ka elemente të trafikimit të qenies në zorën e gjithë këtë proces? Që unë mendoj se nuk është trafikimi që një vetëzore jo vetëm 22 euro që paguhet bileta, po paguhen edhe të tjera, paguhet IPën 500 euro në kufi, IPën, domethënë këto janë gjitha elemente. Nuk është trafikim me qenie njerëzore për arsye se kjo nuk është të bën me përfitim, me qëllim përfitimin e një personi, por kjo është të bën me qëllim të kërkesës nga vetë personat për lëviz. Domethënë, këta janë ka kërkuar legalizojnë procesin kjo. Kjo është legale. Po, absolutisht. Po mund të thuaj, themi trafikim me qenie njerëzore, sepse ne me vullnet po hipim në autobus, po nxjerrim biletën, po e dim edhe kostën e udhëtimit, po e dim që është ilegale. Mund të flasim për shkallën e mashtrimit, të manipulimit në ndjenjën e tjetër. Dikush i ka manipulu, i ka mashtru, duke ju rrëfy, duke ju premtu për një jetë shumë më të mirë atje, se këtu nuk jetohet. Se do të shkoni shumë letë në perëndim, do të strehoheni atje. Që nuk është trafikim, kur kretë kjo zhvillohet në mënyrë klandestine, në mënyrë ilegale. Së kuptimin klasik. Në kuptimin klasik jo, mirë po, ikja në mënyrë klandestine, pagesa për format të lloj-llojshme. Se ju premtojnë se atje shtetet e BE-s tani kanë filluar me i shkru si refugjat, do të fillon përfitimi sikur edhe viteve para luftës për kosovarët. Kosova ka hyrë në listën e shteteve të pasigurta. Tash krejt këto janë spekulime edhe këtë situatë shfrytëzojnë njerëz të pandershëm që të përfitojnë. Esenca që nuk është trafikim, e thotë në kryetari, është se ata nuk shfrytëzohen për punë të detyrueshme, nuk shfrytëzohen për shërbime seksuale, po u kryejnë vetëm një shërbim të përkohshëm
për ta kryer një veprim ilegal i cili është kalimi ilegal i një kufiri. Në anën tjetër, kjo nuk ka të bëjë më shumë, kjo është një biznes. Kjo është një biznes i zi i njerëzve kudo në Ballkan edhe ka qenë vazhdimisht në bashkëpunim me autoritetet, sepse na kemi ndëgjuar shumë raste këto ditë se si policët hungarez e kthejnë shpinën edhe bajnë se nuk po e shohin këtë veprim. Dhe policia e Serbisë po ashtu. Ky është një biznes i njerëzve i këtyre kontrabandezëve bashkë me institucione tjera. Po ka të vënë se mund të ketë politik të dy fish të BE-s në këtë rast. Hungarisën mund të them. Politikisht ndaj kujt? Të BE-s. Shiko, Afrem, mu më habit shumë herë. Pre nga gjithë këto përfolje se janë zbutë qëndrimet e BE-s, për shembull, ndaj emigrantëve. Jo. Flitin ka tregime për shembull që menjëherë ndahen dy rroma, për shembull janë tregime që ndëgjojmë nëpër qytet, një familje ndahen dy rroma dhe ju jepet dikon prej 500 deri në 750 euro. Jo, nuk është e vërtetë, absolutisht nuk është. Mund të ketë në rast ekstrem për një çështje shëndetësore në esencë. Shiko, unë shikova statistikat për ASMR këtu. Në vitin 2013 kanë qenë 435.000 azil kërkues në 28 vende të BE-s, që ka qenë një rritje e madhe prej 2011-2012. Pjesën më të madhe tyne, që këtë rast so me rëndësi, po veç për përmendje përbojnë sirianë, cilët automatikisht marrin leje qëndrimin si njerëz të ikun nga lufta, siç ka ndodhur me ne. Po, ti kemi një situatë tjetër. Kosovarët marrin pjesë në këtë përqindje me 5% në totalin e tyre prej 22.000 njerëzve gjatë vitit 2013. Janë statistika të Agjencisë së Bashkimit Evropian për Statistika. 22.000 njerëz janë ata që janë regjistruar, që kanë aplikuar. Nuk po flasim edhe për një numër të madh që janë kryesisht ri. Po flas gjithkohë me përvojë dhe që mund të qëndrojnë ende në të zezë. Qëllimisht në të zezë, nuk lajmërohen sepse dinë që procesi i azil kërkimit është sfidues edhe negativ. Jo, është sfidues edhe negativ, kështu që më lehtë kanë gjinën përmes punëve ndryshme, edhe ka njerëz që unë në Zhenev kam takuar njerëz që 3 vjet e gjys është i palajmëruar askund. Banon, punon, as nuk paguon taks, pas nuk i merr shtetit as një ndihmë, vetëm se rrin i paregjistruar. Edhe ai e bën jetën e vet edhe ju ndihmon të afërmve këtu. Derisa provon të arritë gjatë atyre viziteve, çka keni arrit të shihni më konkretisht çka ne apo qytetarët tanë nuk mund të dinë? Lejo me i tregu këtë pjesën e kushteve për cilën falet. Do të thonë, Franca është shteti vetëm i cili e ka rikthy Kosovën në listën e vendeve të pasigurta. Nuk e kanë bërë edhe vende të tjera. Kjo ka ndodhur me Francën disa herë këtyre viteve. Vendimi i fundit është para 2 muajsh. Dhe njerëzit tonë po shkëmbejnë informacione natyrisht nga familja në familje, komunikimi i përditshëm përmes internetit. Prandaj edhe Franca është adresa kryesore e shkumjes atje. Por krijon favore ky vlerësim francez? Po sigurisht, po ju krijon favore në mundësinë për aplikim, po jo në të drejtën e marrjes së leje qëndrimit. Sepse është e vrasht me thonë, shumica e njerëzve që duhet me shku në intervistë pas një kohe pasi të lajmërohen, ata do të tregojnë arsyet e tyre, dhe arsyet janë shablon, janë të njëjta. Pjesa më e madhe ikin për shkak të problemeve të ndryshme me renin edhe ligjin që kanë bojnë qoftë me çështje të belas të akmarrjes, rrallë më kush po e përdor iken nga presioni politik ose nga partitë politike, është harxhuaja rrena se po na ndjeku ÇK-ja apo AKSH-ja. Kryesisht janë probleme dhe me thonë me çështjen e ligjit mbrana vendit, po që lidhen me individ dhe familje. Mirë po, ajo që ka kom pa në Francë, në qendrat kolektive, po i keni pa edhe fotografi, gjithë e kemi pa. Kushtet janë shumë të vështira. Qendrat kryesisht të banimit kolektiv janë të vjetra. Madje nuk ofrojnë ushqim të mjaftueshëm. Ushqimi që ata e marrin një herë në javë, nuk është se e marrin për artikujt e një shpurte familjare të domosdoshme për jetë, po e marrin në disa qendra humanitare cilat furnizohen nga bamirës që janë biznese të ndryshme, restorane dhe pemshitës. Dhe ndodhë që javën e ditën e caktuar të njëjtën, kur shkojnë familjet marrin ushqim, a ditë ketë më shumë vetëm për shembull të ketë patate ose të ketë karrota, po mos të ketë qumsht, mos të ketë pemë tjera të nevojshme për me kalu 3 shujta në ditë, 7 ditë për shembull 21 herë. E shumë gjëra tjera. Nuk marrin ndihmë. Një pjesë e atyre që arrin me marr 340 euro për individ, shumë shpejt ju hiqet ajo e drejtë sepse pas 3 muaje ju vjen letra për me shku në Paris në intervistë, është qendra kryesore e gjithë azil kërkuesve në Francë. Ata njerëz duhet me pagu biletën dikun rreth 400 euro varësisht prej largësisë, prej xhepit vet, me shku në intervistë dhe pas 15 ditësh ju kthehet përgjigja negative, sepse refuzimi i parë është strikt, është automatik i përgjithshëm. Dhe në momentin që ju jepet refuzimi ju ndalohet edhe ndihma prej 340 euro.
Nga njëherë dosh edhe një letër me e përkthy dhëtero, një diftesë ose një certifikat, një dëshmi që vërtet ki probleme, dhe ato dhëtero ata nuk i kanë me i përkthy, e mos flasim për biletën e autobusit për me qarkullu në atë zonë. Këto po them i kam pa nga dora para dhe kam bisedu me shumë njerëz. Me po më intereson Rodina dy elemente. Një është si po përhapet lajmi as shpejt, domethënë, a është e mundshme që ende si shoqëri veprojnë me inercionin e turmës, të masës? Dhe elementi dytë ajo që ngriti zoti Zariqi që kemi raste, kemi pasur edhe përpara, ndrimi i identitetit vetjak, kur ne shpesh themi se individi jonë është mjaft krenar për identitetin e vet, në një moment për shkak të përfitimeve shumë të rastit ndrohet edhe identiteti. Si shikon këtë si sociologën në këtë aspekt? Po, spari kisha dashur me fol për efektin e turmës edhe se si po përhapet ky lloj migrimi. Është një migrim zinxhiror ku një person i një familjes del, e lajmëron një person tjetër dhe kështu e merr me veti krejt farefisin. E dyta është edhe largësia, do me thonë njëne prej dimenzionëve të migrimeve është largësia, e cila pas 5 vjetë që shkon një krye familjar në një vend tjetër jashtë, e ndjen nevojën që me marrë krejt familjen me vete. Do me thonë edhe kjo ndikon, pastaj familja përhapet lajmi edhe shkaktohet migrimi. Si bashkim familjar, ndjenja bashkimit familjar. Për mos me pas harxime më të mëdha financiare shkuarjet ardhjet, vendos që është më e mirë për ta dhe për familjen me marrë. Edhe kjo masnej edhe atje kur shkojnë përballën me procedura burokratike, të bashkimit familjar, mandej presionet psikologjike e tjerë. Çështja dytë ke ndrimi identitetit. Identiteti është shumë i rëndësishëm për një qenie shoqërore, për një individ shoqëror, po është i rëndësishëm edhe për grupin në cilin bashkëvepron ky individ. Ka shumë raste ku shqiptarët shkojnë në Francë ose dikon edhe deklarohen që nuk janë shqiptarë, po janë të një etniciteti tjetër, tu deklaru që në Kosovë ka diskriminim, ka paragjykim, edhe ka shkelje drejta të aty minoritetit saktum. Kjo menoj largimi ose shmangja identitetit personal është një sakrificë shumë e madhe dhe një presion shumë i madh psikologjik, po që për fat keq shumica prej nesh po përballen, me shpresën që me gjetë një jetë më të mirë në vendet evropiane. Mirë, Rodina? Kur niset rrugë që ndoshta mund me gjetë edhe vdekjen. Po. Ajo do të thotë çështja e ndrimit të identitetit apo sigurimi i një pozicioni që i krijon favor aty është për ta çështje thjesht. Nuk e ka ndërta e ka emrin Ibrahim apo Abraham. Po në aspektin praktik mbas më duket ashtu, por në sens sa e bart një tjetërsim vetvetit e njeriut, po. Unë kam bisedu këto dhe me zyrtar policor se vitin e kaluar kemi bërë një raport hulumtues për procesin e reintegrimit të riadësuarve, atyre që kthehen, që depërtohen, qoftë me padëshiren e tyre apo në mënyrë. A është një sens një grusht ndaj procesit të riadësimit emigracionit është? Po, kjo dëmton shumë procesin, po sigurisht, po ato janë ndërlidhura njëna me tjetrën. Edhe thashë nuk po brengosëm shumë për progresin e integrimit sa për fatin edhe dinjitetin e njerëzve t'i veni. Po, desha me tregun këtë element. Kam bisedu me zyrtar policor edhe me ndërkombëtar. I proceseve integrues është problemi, nuk është problemi. Nëse është një paradoks interesant. Nëse marrim komplet dosjen e kosovarëve që deklarojnë atje arsye të largimit, edhe marrim i klasifikojmë, 95% janë nga problemet e ndryshme politike, etnike dhe të pasigurisë. Dhe vetëm 2-3 mund dalin që njerëz që tregojnë që vërtet kanë pas probleme ekonomike. Dhe po mos ishte pjesa e dytë, po mos ishte prezenca e bashkisë ndërkombëtare këtu. Dhe fakti që ata janë mirë të informuar. Kjo kish me kon grushti më i madh që kish mujt më u bë Kosovës këtë fazë të ndryshimit. Sepse do të përmendën në Kombet e Bashkuara që 100 e kaq mijë njerëz ose 200.000 njerëz në kaq vitet e fundit kanë deklaruar se kanë ikë nga presioni politik dhe etnik. Këto kish me përmend atë që çdo 3 muaj në Kombet e Bashkuara. Po fati që ata e dinë, mbase pjesa më e madhe 66% e kërkesave refuzohen në herën e parë. Fakti që e dinë vendet pritse të BE-s, nuk e kanë përmenda askund asnjëherë si problem. Unë madje kom ngrit para disa vitesh edhe një çështje
me një deputet që asoku e ka qenë kryetari i komisionit parlamentar. Me thonë, i thamë, si është e mundur që një deputet i Pakicës, i një nga Pakicave, i ka tje siguron azil politik me arsyet me cilat e përbalt mënyrën më të mërshme shtetin e Kosovës. Ndërkohë që ai ka qenë 2 herë deputet në 2 mandate, 2 mandate ka qenë deputet përfaqësues i lirë, është prej lirshëm, edhe ditë se ai komunitet nuk ka pas problem. Mirë po, e vërteta është se prezenca ndërkombëtare këtu e ka bërë që ata me kuptu edhe nuk e kanë keq përdorur asnjëherë në kuptimin e cenimit të Kosovës si të drejtave njerëzore dhe të drejtave etnike. Zoti Zariqi, ju përmendet pak përpara se keni pas një përpjekje të kontaktit me ambasadën e Hungarisë në vendin tonë. Po në anën tjetër si vlerëson që s'paku publikisht asnjë kontakt i asnjë përfaqësuesi të qeverisë son s'paku publikisht deri sot nuk është bërë as me ambasadorët e vendeve të kujimtit për të sqaruar disa nga këto aspekte të migrimit. Dhe për të kërkuar një çast. Unë e shoh ndryshe këtë çështje, jo si pestrani jo pyetjen. Mu nuk është kam interesant se si do të merret BE-ja me ta, sepse BE-ja nuk vërshohet vetëm nga azil kërkuesit shqiptar, po nga shumë shtete tjera. Mu është kam interesant çka të bëjmë ne në Kosovë për të krijuar kushte normale këtyre qytetarëve që pretendojnë se ka dikun më mirë. Dhe brëngosë është pse ne s'kemi bërë asgjë për 15 vite. Kena humbur shumë kohë. Kena humbur shumë kohë dhe brëngosja tjetër më e madhe është se për 15 vite në vend që me ecë përpara ekonomikisht kemi ecë mbrapa. Edhe kemi harxhuar parë që kemi pas në rezerva pak. Edhe gjitha ato para që janë shpenzuar, sidomos vitet e para pas luftës, duke kriju ndoshta edhe një bindje tek trit se kështu mund të jetohet më lehtë me ndihma që janë ardhur nga të gjitha shtetet, nga shoqata të ndryshme, po edhe shtete. Dhe kjo gjenerat që tani po vërshon drejt migrimit, është një gjenerat për mu që ka edhe vetë pak përgjësi, po që përgjësia kryesore në takon neve, edhe si prind, edhe si familje, edhe si shoqëri, edhe si qeveri. Sepse kanë kriju bindje se në Kosovë duhet jetohet vetëm në për kafeteri, me iPhone në dorë, edhe pa absolutisht pa mendu për punë. Sot në një takim, kjo është e rëndë. Në një takim me kryetarët e fshatrave, sot u dha një vlerësim shumë i ashpër, duke u adresuar përgjegjësia drejt për drejt te qeveria në ikje, por edhe te koalicioni i formuar, duke ndërlidhur këtë faktikisht me një përpjekje për të fshirë qëllimin. Këto janë faktorët e fundit, zoti Afrim, që mund të kenë efekt në këtë veprim, por nuk janë të tërit, nuk janë të gjithë. Faktorit janë të kahershëm. Me vite kanë fillu rëmja e zhvillimit biznesit në Kosovë. Numerikisht ne kemi biznese janë shumë të regjistrume, po sa biznese janë me afarizëm pozitiv, janë shumë pak. Shumë punëtorë që kanë punu në për firmat ndryshme, qoftë ndërtimore, qoftë tregtare, qoftë prodhuese, janë largu nga puna dhe kanë ngel me një pagë besatare 200 euro që sa vite. Kurse paga në sektorin shoqëror ose publik janë dyfishu e trafishu. Edhe atë pas një arsye ose pas një mbështetje të zhvillimit ekonomik, po për shkak premtimeve të fushatave elektorale, çdo një rrit se duhet me fitu zgjedhjet. Kjo na ka pru deri në këtë gjendje dhe prapë po e them, kjo gjenerat nuk din çka është puna. S'din. Kjo mbasi është një dhe mendojnë se jo mendoni që është kriju mentaliteti. Kjo është realitet, po që fajit i kemi ne si kanë gjenerata. I varësisë. Po normal, kanë jetu pa punë, me ndihma, në për kafeteri, me iPhone, edhe tash kur ka ardhur puna me menduaj me kriju familje, me u martu, me pas shtëpi, e sheh që s'ka mundësi me bë ato. Edhe mendon se e gjen parajsën perëndim. Sa sugjeru në kryetar me marrë problematike kjo, ndeshta me marrë mendim për zotin Regjepit. Është një fenomen, po nuk ju kisha sugjeruar me marrë përgjegjësi për kategorinë. Ka përgjigje, po shumë njerëz. Është një nga indikatorët mbas shumë që asnjëherë asnjë ditë punë se ka bë, as është interesuar me bë. Sepse mentaliteti se të gjithë duhet punojnë në punë të shtetit i kalon pa punë private. Edhe sot ku dush del kërkohet një punëtor fizik po një punë çfarë dush edhe të lehtë, s'u në gjën. Këtu do të më falë zotë Zeri që këtu mbasi është mirë. Edhe është realitet që vjen nga zotë Regjepit për formën e privatizimit. 3-4 vitet e para pas luftës ata kanë qenë fëmijë, edhe kanë marrë ndihma nga të gjitha anët, edhe mendojnë që të jetën duhet të shkojë ashtu, nuk shkon.
Jo, ata kanë marrë ndihmën ata kanë marrë ndihmën nga familjet e tyre, nga diaspora, po jo s'ka marrë nga shteti, nuk kanë marrë nga shteti. Ja, thash nga shtetet të ndryshme dhe shoqata që kanë Dottor Xhepi, vetëm ti specifikoj. Spaku vleza vetëm rreth çfarë që një ndërhyrje të vogël. Mos harron, jemi shumë jo racional kur është pyetje parja. Shpenzimi është enorm, edhe llogarisim 600 milion për diasporës ku po shkojnë. Domthon kemi një rënit fuqisë blerëse të erës. Në këtë kuptim. Mirë, ka rënit fuqisë blerës, por ka rritje të importeve. Ai import këtu konsumohet. Në strukturë nuk kanë ndryshim të madh të importit, se përsi janë dominojnë mallat e konsumit të përditshëm. Mirë po, janë 240 milion euro në vjetë që shpenzohen në mbushje të telefona mobil. Janë 500 milion euro shpenzime të karburanteve. Mirë, nuk e qujma e të panevojshme apo diçka atë që plus kafja. Nuk po them që njerëzit nuk duhet të kenë telefona, nuk duhet të ngasin vetura, nuk duhet Po mendoni duhet të ketë një racionalitet më të madh të argjimit. Megjithatë më ndryshe duhet çastë ndaj fitimeve. Dhe tjetra tash Fariza e poshtë. Jo vetëm Fariza, po gjithmonë është dukuri. Është plot vetura, siç në vetura vetëm një njerëz. Vetëm një person, po. Kështu zotëri Xhepi, vetëm shumë shkurtimisht. Ekonomia jon ka kaluar për një proces jo të lehtë të privatizimit. Në anën tjetër tregu privat nuk është stabilizuar deri për masat e një zhvillimi ekonomik. Por gjithë kjo e ka përcjellë një proces jo formalizimi. Domethënë, punëtorët kanë vazhduar të punojnë të zezë dhe ligji i punës nuk është zbatuar. As për të drejtat e punëtorëve, por as për pagën minimale. A janë këta indikatorë që por në fillimisht e thash çështja e mos e pasigurisë kontratave, do të pasigurisë vendit punës. Dhe në përkamja e të drejtës punëtorit. Për shkak se spari punëtorëve ju mungon organizimi sindikal, ju mungon mbrojtja prej dikujt. Mos funksionimi i inspeksionit punën këtë rast, punës duhet të përkujdeset, a ka kontratë apo s'ka kontratë, të ke funin njerëzit punojnë, falë nështë ka punu vetë vjetë, s'kan asë një cent në trust, a një ditë do të plakë, një ditë do të paaftësohet edhe do të shkojnë pension përsëri barë nuk është pasion me këtë procedurat e mbrojtjes së drejtave të punëtorëve. Është edhe ai problemet që ndërlidhet edhe me procesin e privatizimit. Por këtu nuk kisha thonë të zëmë pse sot Frizaj nuk e ka kombinatën e Drurit, apo nuk ka do kombinatën, ka kalu kohë. Kombinatëve është një kohë një ekonomi shumë fleksibile. Mirë po, në Kosovë është vend i konsumit, shtet konsumus. Shtet ku realisht shumë pak menohet edhe të biznesi, struktura e biznese, kur ishe dominant tregtia. Importi lehtë, importi me njëhershëm, edhe prodhimi vendor përballet ashtu edhe me një konkurrencë e cila shpesh është jo e ndershme, është informale, ka kontrabandë të llojshme që e mbyt prodhimin vendor, çka do thotë që redukton numrin e vendeve të punës. Po ta marrim këtë aspekt në mendim edhe nga Rudina, po më intereson atë ndijen të ri të aftë karshi këtyre proceseve të reja të teknologjisë, të privatizimit, domethënë të profesioneve të reja, apo ata kanë nevojë edhe për një rikualifikim? Definitivisht ka nevojë për një rikualifikim, pasi që cilësia në universitetet tona nuk është e kënaqshme, edhe nuk janë taft. Domethënë, me krahasu një tri të Kosovës me një tri gjermanës e me një tri francez, ai ka dallime shumë. Ju mundeni me vret në për diskutimet në për mediat e shkruara ose në portale. Unë për shembull shumë shpesh i krahasoj komentet cilat i bajnë trit kosovare dhe komentet cilat i bën një ri amerikan, një gjerman ose një francez. Përderisa për një çështje shumë delikate, një amerikan i qaset me një mënyrë filozofike dhe me një mënyrë kritike përmes komenteve, duke kontribu kështu në shqyrtimin e problemit. Në anën tjetër të i po komentet e trinjve kosovar janë komente banale, janë komente ofenduse,
edhe janë komente që nëse dikush e thot një mendim krejt ndryshe, ai automatikisht stigmatizohet. Do me nxjerr prekupimin e trive, me çka prekupohen, domethënë nuk janë persona shoqëror, domethënë ose vonohen të bëhen persona shoqëror. Ashtu është, edhe deshta me ndërlidh edhe me çështjen më herët që tritë tonë janë të pasionuar mas iPhone-ave, mas kafë. Kjo është pasojë e shumë shkaqeve, do me thonë është pasojë e kulturës përgjithshme që na e marrëm prej instancave më të larta shtetërore. Tu fillu prej edukimit bazë. Do me thonë, duhet që na për shkollat fillore, na për shkollat mesme me mësu fëmin, me eduku fëmin që ai me punu, me mësu, për shembull, Mo rrit kultura punës. Sparin shpi. patjetër që punë shpe. Po kohëve të fundit fëmia e kalon kohën më të madhe në shkollë dhe Që ka zoti shkolla Zeri që është një domethënë agjensë kontribuohet kultura punës më Edukimi duhet nis prej djepit. Duhet krijohet ndjenja që pa punu nuk jetohet. Po. Pa punu nuk i makinë. Lutem, numri makina është më i madh se sa numri i punëtorëve në Kjo është Kosovë. pasojë e shoqërisë konsumit që ka zoti Xhepi, Mirë, Ferizaj i merr 3-40 milion euro i merr në vjet prej Afganistanit, nuk janë pak pare. Nuk janë pak. Të tritun e shëlla, një problem i ndomë në dy drejtime kryesore. E para, ekziston një disproporcion i madh që e kemi thonë sa herë, në mes fushave egzakte ku ata shumë pak shkollohen dhe fushave tjera sociale që e përbojnë pjesën më të madhe. Më thonë, duke qenë se kontingjenti më i madh i popullatës janë të rritë, rrjedhimisht ata janë kontingjenti më i madh i të papunësuar. domethënë mungesa e një planifikimi për drejtime të gjesa. Sa herë dhe asnjëherë nuk është diskutuar, prevencione nuk është bënë përfshirjet e strategji. orientimeve, po. Po shiko, du të kthejmë te një element tjetër. Migrimi profesional, edhe e tha dikush me një debat tjetër që u duk prekës, do me thonë trendi global i migrimit është i përhershëm, e tha dhe në kryetari, dhe është normale. Njerëzit tanë kanë shku, qysh për viteve 70-ta, madje më kujtohet se s'kam qenë atë kohë për mësu ma vonë. Do me thonë Jugoslavia e Titos ka bo marrëveshje me Gjermanin për punëtor sezonal, vitet 70-ta. Dhe në atë gjenerat kanë dalë edhe prindim edhe shumë tjerë. Mi për këto politika tash mungojnë zotë Zeri. Pikërisht. Ajo ka qenë nisma e pare një organizimi tillë. Edhe ata nuk metën të përkëshën, po metën të njetën deri sa u pensionun. Në anën tjetër, me gjithë një 2-3 përpjekje kozmetike, një 2-3 konferenca ndryshme në Evropë, asnjë punësuar sezonal për këto 15 vjet nuk është dërguar nga qeveria e Kosovës me asnjë program, me asnjë vend. Në anën tjetër, po kthehem te mos përgatitja e duhur e studentëve të rive tonë. Kanada vazhdimisht ka konkurse të hapura për profile të ndryshme deficitare. Ishte edhe afera për Suedin ta që nuk doli tjetë e vërtet. Dhe u tha nga një agjensi që ju mori njerëzve para për me mush aplikacione. Për një vetë kanë aplikuar 26.000 njerëz, vetëm 4 i kanë plotësuar kriteret. Migrimi profesional kish qenë rregull edhe s'kishme me diskutu në këtë formë tillë moraliste edhe patriotike që tha Ibroja me plot drejt. Njerëzit lëvizin, shkojnë dhe halal u qoftë atyre që janë shkollu, kanë kriju dije dhe mund garojnë në tregun e Kanadës, e të Suedijës, e të Zvicrës me profesionet e tyre. Po ata po kërkojnë inxhinier, po kërkojnë mjek. Unë e kom pa me gjatë kësaj raste. Isha në debat në Gjilan para 7-8 muajve, njëri prej pjesëmarrësve tha, sot ta e përcolla djalin bashkë me nusën, tha mas një vitit procesit të aplikimit, mësimit gjuhës dhe vizës, sot ta përshkojnë kanë marrë kontratë me një klinikë të mirë me punu si pediatër. Në anën tjetër, një kolegë po më tregon se një afërmi i tij ka shku në Kanadë para 2 muajsh, po ashtu bashkë me familjen, është një person që e njeh mirë teknologjinë. Mirë, megjithatë ajo shënon ikin e trurit që thuhet, edhe ai ka pasojat e veta për shoqërinë tonë, por është një megjithatë e zgjidh një pjesë problemit. Ibroja tha, dhe unë pajtohem edhe deshta me thonë, sado që na po flasim për aspektin e dhënshëm. Kjo diasporë, që nuk dihet sa është, edhe u vanu madje edhe regjistrimi i tyre prej pavarësisë kësaj ministrisë të panevojshme që është. Kjo diasporë e sotshme, përveç që na ka sjell hyra me këto remitancat, e ka eduku dhe emancipu në pjesë të qytetarëve tonë që janë jashtë. Dhe po ashtu ka tregu një vlerë shpirtërore, ekonomike dhe kulturore të popullit tonë të vogël kudo në Evropë. E shihni shqiptar ka edhe në Ukrainë, mos folmi për BE, e Amerikë, Australi, edhe Azi. Thonë asnjë kontinent nuk është i pambulum, qoftë edhe 100 shqiptarë që po jetojnë në Argentinë atje me vite. Mirë po, numri i madh i të papunëve në Kosovë janë të pakualifikuar afrem, se po hyjnë në fushën e Ibrës, të pakualifikuar. Prandaj edhe rrinë se s'kan kur punë. Dhe ata që kualifikohen, pjesa e tyre po hyjnë dhe dalin nga ky sistem i degraduar dhe shumë i kontestuar arsimor. Dhe pra pjesa e tyre më e madhe që shkollohen
kanë dek të tashmë të njohura juridike, ekonomike, shkenca sociale, marrëdhënie ndërkombëtare. Po për shkak se privilegje më të mëdha afro sektorit publik edhe shumë me Po i bro. Është ngopur. Kjo është pasojë, një nga pasojat e moshës. Mirë po, aty është problemi që nuk ke zhvillim, do thotë edhe njerëzit sigurisht e marrin një diplomë se e dinë që do shkojnë dikush në pension e do të lirohet në vend punës. Tjetër, premtimi se për 4 vjet 100% do të rriten rrogat. Një premtim për mu shumë i pakuptueshëm, një premtim të cilin nuk mund me njek sektori privat. Këto janë premtimet boshit politikës që kanë provu zhgjenime? Jo, nuk janë, shqo, unë jam shumë i bindur se në janar do ndodhë rritja 25%. Pasujat e buxhetit të vitit 2015, është shumë mirë e planifikuar rritja e pagave. 4 vjetë ka 25%. Shpenzim i parës, reduktim i investimeve publike, dhënia e parës në vijat sociale. Po kjo është rritje politike, zotë Regjeri. Këto janë vota, kur gjatë tjetër nuk ka. Mirë po, vota ma e mirë sigurohet për mes hapjes një vendit punës. Se paga shpenzohet, i me 300 euro i harxhon. Kur e ki një vend punës, atëherë pret pensionin aty. E ajo s'pëndohet. Mirë, qose ke për të shtuar diçka zotë Zariqi, se jemi në fund të emisionit. Jo, unë do të kisha apelu të rit që të mendojnë mirë para se të marrin një vendim për të marrë një rrugë tillë që unë do ta quaja rrugë pa krye dhe pa ditë se ku përfundon dhe si do të përfundojnë atje. Të mendojnë për të jetu këto dhe për të punu këto, gjithsesi për një angazhem të përgjithshëm shoqërisë për ta zgjidhur çështjen e problemit të papunësisë në Kosovë, po të institucioneve në veçantë sepse kurse pushteti lokal ka mund të mendon më shumë për ta? Pushteti lokal realisht mund bëj shumë pak ose fare s'u bën sepse dihen mundësitë e pushtetit lokal sa mund të bëjnë hapje të vendeve të reja të punës, pas një mbështetje që mund të bëjnë për biznese duke ju ofruar kushte qoftë hapësira publike për ndërtim dhe zhvillim biznesit ose diçka tjetër, komuna nuk mund të punësoj njerëz. Domthonë këtë duhet ta dim gjithë dhe e dim. Sepse me një buxhet vetanëk çfarë ka, nuk mund të bëj hapje të reja të vendeve të punës. As infrastrukturën, ose nga qendra. Edhe buxhetet komunale janë të limituar nga qeveria. S'mundesh me bë sa dush, edhe sikur të kesh mundësi me rrit buxhetin nuk të lejon. Mirë, ju faleminderit gjithëve, duke shpresuar se kemi arritur të nxjerrim shumë aspekte nga shqetësimet që i prekupojnë qytetarët tanë këtë ditë për dukurinë e migrimit. Shikues të nderuar, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të na ndiqni sërish në emisionin e radhës. Natën e mirë dhe mirupafshim.